370.000 euro përfshirë ky objekti këtu. Ky objekti është me sipërfaqe tokës truall, pra janë 900 metra katror. Ndodhemi këtë lagja çomve në Arapa, i largësia nga deti 1000 metra. Është diçka si pak për pronën. Kjo pronë kushton 370.000 euro dhe është çdo gjë me dokumenta, është e padiskutueshme. Përshkrimi ka të parë është me sipërfaqe 150.000 metra katror, është i investuar totalisht, do ta shikojmë. Ka të dytë është dy plotësh me 3 balkone, 150.000 metra katror. Të trija katët janë 453 metra katror. Tashti, do ju kërkoj vetëm diçka. Kushdo që shef këtë video ma shpërndani. Besimi juaj, përgjegjësia ime dhe e Gjonit. Me respekt nga Durrësi, Afrim Hasa dhe Gjon Marku, kush ka lek, mos i mani në për kamanoza, mos i mani në për banga, investoj sigur se me mu dhe me Gjonit. E përshkru me Gjon për 3 familje. Për 3 vlezër, e? 3 familje, 3 vlezër, 3 bazinegar. I ka shkallet nga jashtë veçan për bazinek. Është projekt pallati. Tamam, projekt pallati. Cila nga këto apartament ka 10 miliona tjera. Ju përshëndet Në si pallat. nga lagja çomve në Durrës. Si vështirë s'ka faj për anarë, që çfarë investimi ka, e? Shikojnë Afrim, e? Afrim, o? Gjithë ke pronë më për? Si mjera vetëm toga kështë? Vetëm ky ullini, vjen nga kërshutja Shiaku, nuk lehet po 5 milion lekë, është ulli çekullor. Çekullor, sa buri ka bon. Çdo kat ka 3 balkone. Tregojmë pak nga mërënë. Tu ka dhe spim 70 metra. Të ty. Ujtë të redorë për tonë lagjen e Arapeve. Ka shtu borin gjithë grupë. Një lekë të dion se të bëve shpit. Kanë ba shpit vetë. Njëra dherë është të për katë në parë, ku nga nësore të kemi dherën tjetër për dalin në katë dytë dhe në katë tretë, për 2 apartamente. Ja katë i parë. Për e të regojmë pak për shpejt, sepse lidhje gjatë të sferën klimatës asfaltit. Këtë dhije pas dy, për kalë ka 2 dhe të 3. Kjo nga dhe është dhera, ke një dhe me katë më parë. Pa një nga ba për 3 dhezër. Ka 2 dy, një ba një ka 2 dy. Gjithë të balkon. Pa 3 dhëma, 3 përshish të vëzit. 4 dhëma, 4 përshish. Shkallët në nërë. Tu nga kati tret ka super pamje. Ja ka tokën direkt rruga kryesore.